Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 16. Data 16 tetor të 2025, ku një ditë mjaft e rëndësishme me ndryshime dhe vendime shumë të mëdha që do të merren. Në këtë ditë formohet një kënd që ka të bëjnë diellin e peshore me mundësinë dhe një kënd tjetër që lidhet me Plutonin. Kjo do të thotë që ka të bëjnë shumë si ku dielli simbolizon egon, Marsi simbolizon ndryshime. Dhe kjo do të thotë kemi mundësi që të lëmë të pasme në pas të fjetësim për para. Ka indikim shumë të mirë përsa përket të çështjeve që mbyllen problematikat, gabimet e së shkuarës, nisim gjëra të tjera që do të ndikojnë shumë në fushën e karrierës, në fushën e pozitivitetit të madh, dhe jo vetëm kaq, por me vetbesimin tonë dhe mundësitë tona do t'i arrisim qëllimin, duke pasur parasysh kjo ka një ndikim shumë të mirë, sidomos në shenjat të dashit nga Forja, Peshorja, Briciapi, të djediqit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo ka të bëjnë shumë me mundësinë, rëndësinë, vendime, ndryshime të mëdha që merren tani tutje, dhe kjo nuk do të thotë se ka probleme apo diçka të kësaj natyre, sepse paraditja është mjaft entuziaste dhe shumë pozitive në çështjet që lidhen me karrierën, lidhen dhe me punën apo me ndryshime të mëdha që do të kemi tani tutje, sepse kanë filluar ndryshimet, po ta keni parë dhe juve që po fillojnë disa gjëra që çuditshme, sepse për sot ne kemi 1 muaj, 2 muaj, 10 muaj për të zgjidhur një problem, por zgjidhet sot për sot. Dhe kështu kanë për të ardhur gjërat, për juve që jeni në pritje të një pune të re, nuk keni një punë stabil, jeni në kërkim, dhe gjërat e tjera tani tutje mund bëni lëvizjet e duhura që t'ia arrisni qëllimit tuaj. Por para se të fillojmë